Mirë se po që janë këto këngë, Ne kemi shqiptarën tonë. Ta-ta-ra, troka zum prap, me një derë që Nokin në derën e parajsës. Bukura e kësaj është që këngën na sugjeroi Mina. Po të gjithë të gjitha. Bëjmë shaka, po dhe këngë. Sa këta këngë legjendare tani. Mirëmëngjesi sërish edhe një herë në këtë të ejtë data 9. Iku java prap. Iku java prap. Ejtë data 9, sa datë e bukur 9. Edhe ne dje kishim një mujorin e emisionit, mos s'na shkoj mendja se kujtuam. Po ju thash më. E tham në live? E tham shumë gjë. E tham në që bëjmë një muaj dje. dje? Data 8, dhe sot bëjmë një muaj nga emision. E kujtoj tiri edhe pastaj pas tirit. E kujtojmë dhe sot, bëjmë një muaj e një ditë. Po. Gëzuar një muaj ditë. Kalon shpejt, realisht kalon shpejt koha. Gëzuar 31 ditor. 31 ditorit? Ok, 31 ditorit, fjale re. Dhe ka qenë një muaj goxha i suksesshëm, duhet thënë. Ne kemi shpërndarë edhe insights-et e klikimeve në Instagram, edhe vetëm në muajin e parë të këtij sezoni kemi pasur rreth 7 milion shikime vetëm në një platformë, vetëm në një Instagram. Kështu që faleminderit shumë që na keni regjia, do na gjente, faleminderit që duar trokitje këtu, kështu aplauz. Na duhet një nga regjia, na gjeni dhe na e fusni atë duar trokitjen sa herë që ne themi gjëra të mençura. Po, Leri jemi mirë. Do përdoret shumë shpesh, kam përshtypjen se. Do mos të fatiditës në një scrolling, në një gjysh në horoskop. Po mund ta bëjmë këtë gjë. Në momentin që regjia aprovon, fusni një duar trokitje. Ose jo, vini atë po, atë dhe të bukur. Por Adi që gjithë kohës duke mbajtur anën e tirit. Po. E fillojnë po e di çat bëjnë se di regjia. Adi është me drejtën, tash ka si tjetër ndryshe. Ku gjendet e drejta? Ku ka të drejtë, sot ka vetëm interes. Sa bukur ka nisë këtë ditë. Ka nisur shumë bukur, pak më freskët apo më butë se ditët tjera si u duk? Qik më butë, po. Më butë frynte pak herë sot. Base prandaj ndjeva unë shumë të ftohtë në krahësim me ditët e tjera. Edhe unë ndjeva, po me sa duket veshja jonë tregon se kemi ndjerë të ftohtë. Unë sepse jam me geda, prap kisha ftohtë. Janë të holla. Patjetër, nuk diskutohet. Çfarë cope quhet, nylon? Nuk e di fare. Nuk e di fare. Jemi të dyja që s'marrin vesh. Thjesht më pëlqejnë dhe i marr, nuk pyes fare çfarë materiali është. Nuk është problemi kohës, është problemi veshjeve. Unë kisha dhe një xhup me qira fjala, përveç kësaj gjysë që kam veç. Kam një xhup aty mbrapa. Të shkon xhaketa, dukesh lezetshëm shumë me xhaketa. Shkojnë kostumet, edhe këmishat. Kishe dorë ti sot të veshja xhaketës? Jo, e kështë zgjedhur vetë, po thjesht më pyeti... Kisha marrë 2 veshje. Më pyeti për konfirmim, ta vesh apo jo, ta zhvishe se ke okej. Tjeri merr gjithmonë 2-3 veshje me vete, i varë aty pas të makina, dhe paret si ndihet kur futet në emision. Ke parasysh që imagjino të derdhet kafja, për shembull. Shi, është djalë që merr gjithmonë masa. Po pra, për në tjerë të s'mendon ti. Si t'ja bëjmë? Dhe desh më trëmbi aty. Te zhyria më cënës. Kisha kafe në dorë, më doli pas murit, edhe më trëmbi dhe unë kisha bërë pis. Po mirë që i bëni këto. Po pse nuk i bëni me video, t'i shojmë dhe ne? Janë ato rënkat e bukura që bëhen me synimin që të dalë gjumi. E dhe ishte shumë e bukur, po të mishte derdhur kafja. 10 minuta para emisionit. Nuk të holla sipër, unë thjesht një... Orës më hodhe sipër, po më trëmbe me gotën e kafës në dorë. Imagino panikun e krisës nëse do t'i bëje pis veshja, e kupton çfarë mund të ndodhte. Mund kishim nisur 7:30. Do kisha dalë me palto njerëz. Kam një palto të bardhë. Do kishe fol me gojë javë rreshtje, kjo është sigurt. Okej, nuk e kam inatin aq të gjatë tani. Nuk na duhet kjo, nuk na leverdis ju mos flisni se kemi një program për të bërë. Gjithsesi, shiko, puna është punë. E nisi. Puna është punë të flasim, nuk diskutohet. Do bëjmë sigurisht në programin e pa sherrët tona nuk mbarojmë kurrë. Në pjesën e parë të programit, ne e dim tashmë jemi në Tetorin Roz dhe sot do të vim me një histori të një gruaje e cila ka përballuar luftën ndaj kancerit. Flutura Dega është farmaciste, ajo disa kohë më parë ka mposhtur kancerin e gjirit, një kontroll rutin bëri që e gjithë jeta saj në ato momente të ndryshonte dhe të kalonte dhe të përballonte këtë luftë. Kur dëgjon kështu rastesh, ti thua kjo është dëshmia e gjallë se sa rëndësi ka një kontroll rutine. Sa jetë shpëtuese është. Kështu që jo vetëm historinë, po edhe mesazh shumë i fortë. Ka dhe një mesazh shumë të fortë, por me të gjitha ajo që mua më ka bërë përshtypje tek historia e fluturës është që ajo
zgjodhi ta përballonte vetëm këtë sfidë. Pra nuk ja tregoi as familjes, as fëmijëve në fillim, ja ka treguar më vonë, por zgjodhi ta përballonte vetëm sepse mendonte ata që mos mërziste ata. Sa të forta gratë dhe nënat tona. Prit një sekondë, se Flutura ka një histori shumë interesante dhe përmend aty në intervistë, domethënë me informacionin që ne kemi marrë, na ka thënë që burri ka qenë suport jashtëzakonshëm. Patjetër. Po, partnerin e ka pasur një suport jashtëzakonshëm. Ka një histori të jashtëzakonshme Flutura, është shembull, faktikisht, shembull frymëzimi, frymëzuar nga burri, nga dashuria që ka për familjen. Faktikisht interesante shumë që si nuk e kishte thënë prindërve, domethënë. Si e ka ruajtur? Prindërit e kanë kuptuar shumë vonë, e kanë marrë vesh shumë vonë. Po, sepse gjithmonë përpiqemi ti mbrojmë, mos i tregojmë të gjitha. Po, ishte një fjali shumë prekse. Sakrificë. Faktikisht sepse tha si nën veta nuk do doja t'ja tregoja prindit edhe duke qenë se jam prind vetë, e di shumë mirë se si mund të ndihet. I ka kushtuar një vuajtje shumë të madhe. Mosha e prindërve sigurisht, mbas edhe nuk e kuptojnë dot që është një sëmundje e vështirë, por mund të përballohet edhe me sukses. Dhe mbi të gjitha njerëz, edhe është rasti Fluturës, po siç ajo që edhe Romina tha pak më parë, që është një lloj reflektimi se sa të rëndësishme janë kontrollet, sepse vetëm për shkak se motra e saj, e cila është laborante, bindi të shkonin të bënin një mamografi, zbuloi atë çfarë kishte. Kështu që super histori, mezi po presim ta dëgjojmë edhe rrëfimin e Fluturës. Më pas do të jetë Enki Nako në studio, e cila është blogere dhe së fundmi është bërë nën për ata që edhe mund ta njohin ndryshe, është bashkëshortja e Andit të Përputhen. Dhe kanë bërë këtë bebushi kaq të bukur amori. E ka kthyer në bloger të vogël deri tani. Po. Janë një çift goxha interesant. Fakti që edhe Andi kishte atë popularitetin e tij, kur Enki u bë pjesë e jetës së Andit, mori dhe ajo vëmendjen. U pëlqyer shumë si çift, pastaj erdhi Shtatzania, erdhi martesa, kështu që u bën ka shumë për të rëfyer Enki, por mbi të gjitha, për ndjesitë e mëmësisë, por edhe për një aspekt tjetër që është shumë i prekshëm mes grave dhe ato vajza që bëhen nëna për herë të parë në postpartumin, depresionin pas partos, po ndryshimi fizik dhe emocional mbi të gjitha. Enki ka ndarë edhe me ndjekësit e saj shpeshherë faktin që ajo ka shtuar pesh, edhe njerëzit jo gjithmonë janë të mëshirshëm ndaj kësaj gjëje, komentet janë negative, po si del ti kështu, po se merr ti veten. Enki na flet për të gjitha këto se si ka përballuar. Kur ta përjetojnë vetë atëherë do flas, mendoj, njerëz që se kanë përjetuar. Gjithmonë do të jenë këto komentet, po mënyra se si ti e përballon, se të ke fundit ke sjell një jetë. Ke sjell një jetë të re. Këto komentet realisht mundohem shumë t'i kuptoj, po atë në fund ditës prapë nuk i kuptoj. Ka një person që jeton për shembull Mallakastër, të merret me Enkin. Më e turpshmja është se këto komente nuk vijnë nga meshkuj. Këto komente vijnë nga nëna. Nga nëna vetë. Nëna që e kanë kaluar procesin. Po i luftën me veten e keni ju, kam thënë. Se keni me burrat luftën. E keni po me veten. Po nejse, pastaj... Ky është një nga rastet që unë s'të kundërvijem dot. Ne do doja shumë, po s'mundë. Më në fund. Mirë, pastaj. Pjesën e tretë, pastaj kemi Pamela Veizaj, këngëtare. Ku do shkojmë ne pa një këngëtare, nuk diskutohet. Pamela do flasi pak për pasionin e saj, për muzikën, për bashkëpunimet që ka në plan të realizojë. Për ato që ka realizuar. Për ato që ka realizuar, pa tjetër, këngëtare nga Mallakastriote. Nga Mallakastra. Mallakastra, po. Ka pasur, le të thuash, një depërtim kështu të rastësishëm në muzikë, sado që pasionin e kishte, ajo do na rrëfej historinë se kush ka qenë strumbullari që ajo e fut muzikës, edhe pse është rritur në Greqi. Sa fjalë bukur strumbullari. Shumë e bukur, Zanafilla. Shumë e bukur. Dhe që ka arritur sot të bëhet një nga vajzat e këngëtarët më të kërkuara të dasmave, duke realizuar kështu ëndrrën e saj. A sa lek bëjnë pa këngëtarët në për dasma? Nuk shpëton pa e mendoje se s'është keq. Fundjavave në për dasma. Nuk është çështje dëshire, dasma. Dasma është ose e bën ose nuk e bën dot. Unë nuk jam, po se nuk është zhanri im, unë nuk di të këndoj muzikë popullore. Po provoj herë të dëgjojmë një. Jo, me gjithë dëshirë, por unë jam realist. Këndo pak për mbi te Pelen. Nuk di. Po ha më provoje. Po nuk di, po janë zhanre ato ndryshme, ose
që t'ju them unë tani dilni bëni ku t'ju. Jo, edhe njerë kur janë nisë këndë kështë popullore, e them të lutem jo, se nuk të shkon tani. Do doja shumë të gjoja. Hajde, mos na e përshepin. Nëse ti merr pjesë në dasëm në repertorin e tij, pra për të ndryshuar komplet atmosferën, po, ajo është e pranueshme. Okej. Ai do në një fejes, në një këngë romantike. Ka marrë pjesë në Ti ke marrë pjesë në përdasme, po për me këngë specifike. Gjithmonë duke bërë atë që unë ditë bëj. Pra duke kënguar. E mirë, s'ka gjë. Shiko se dasmorët sot kanë filluar marrin nga 2-3, marrin një artist që është pop, një popullores. Si më thënë, sot do të përshëndrohemi te Pamela. Edhe, ne përshëndrohemi ku duam ne. Ja, dim dhe tjeri këtu. Na shkallon. Mirë, dhe në fund pastaj, po. Mira, më i mira, që na ke bërë sot? Shumë. Risotto me kërpudha. Sa vjen Mira dhe rri dozën, si ka mundësi? Mira, o ka filluar të më njohë mua dhe të kuptoj shihet e mia se nuk e kuptoj. Shkoj pak të detajet e Mirës, ma të shiritin e... Shumë interesant. E të torit rozë. E të torit rozë fjongos, po. Gjithmonë kujdesshme Mira për detajet. është so ingru. Edhe këto recetat i qani, bë shumë të mira. Duket shumë me letë. Po, duket shumë e mirë, kështu që provojni në shtëpitë tuaja, se më besoni që nuk do shgënjeni, dhe flas si një vajzë që ka provuar gatimet e saj. Dhe Mira, me çfarë shikoj dhe përgjithsisht përpiqet të realizoj dhe receta që janë të lehta dhe për publikun. Pra në sensin nuk janë shumë vështira, nuk duhet ndonjë ingredient që t'jeti vështirë për t'u gjetur, se tani ne dim që Mira jeton dhe jashtë, edhe atje mund të ketë më shumë shpërri produktesh. Kërpudha Amerika, kërpudha ne. Oriz Amerika, pilaf ne. Pilaf ne, nuk diskutojmë. Djath ne. Nëse receta thot djath, ne i shtojmë kos, njësoj do të... Pilaf me kërpudha, si dhe. Po jo. Pilaf me kërpudha. Shiko, risotto me kërpudha është një recetë, unë kam përshtypjen që çdo person, qoftë mashkull e femër, do të thënë që meshkujt janë... Më të aftë në kuzhinë. Më të aftë në kuzhinë, nuk diskutohet. Po, është një recetë që duhet ta dinë, edhe ato që janë amatorë, ata që nuk marrin, është një recetë që vjen dikush për darkë. Çfarë do hash? E ke gati. Ose do i bësh vetë sotri, do i bësh risotto me kërpudha. Ose do përësisësh. Pa mirë, pa që të dukesh. Të të bëjnë gjë më ngrënë, të bëjnë që të hash. Çfarë do hash? Do risotto me kërpudha? Sa e bukur, ka lezet. Më pëlqeu kjo, s'ma ka thënë. Ose supë me kungull dhe kërkaleca, që ishte djeshmja. Për darkë. Zakonisht kam dojë për të ngrënë, po ke ca bukët mbetur aty pak gjisë. Pa e ujiri domate. Mirë, me që nisëm të traditat popullore shqiptare, kam përshtypjen që dhe videot virale do ketë aty ndonjë element folklorik shqiptar. Po, diskutohet. Eci. Ku ishte ky profesor? Mapeja Shtel. I fort fare. Imagjino të ishte komentator ky. S'ke qibo. Dhe i ndeshje e kështu të ishte fantastike. Mapeja. Se ju ka vajzë si vitoni Shtel? Shtel. Shiko, aji është... Mos kaloj verinë se gati është Besiana. Aji zotëria që flet aty në video është nga Synej, nga i fshatë e Kavaje. Okej. Pra i kanë pak më të theksuar. Nuk të shtyllë dhe në shtel. Si do t'ishte horoskopin, për shembull, e thënë Kavaj Tshe, Kavaj Tshe, si thuhet? Kavajse. Horoskopi? Apo këtë unë fjalia që mund... Hajde e shohë me që ka horoskopi sate. Shohë. Ka ishte, se do të tjë. Shqipëria mesme ka dialekti më fani për mua. Të gjitha dialektet e Shqipërisë janë perla, ja adoroj. Po, pa tjera. Bën mirë të ruajmë sa më gjatë. Shtel! Dashi! Dashi! Sot mund të hezitoni të hidhni hapat e tjerë në marrëdhënien tuaj. Herë do mendoni se lidhja do të bëhet më e bukur, herë do keni frikë se mund të lëndoheni. Mundoheni që të qartësoni ndjenjat. Beqarët mund të nisni një histori dashurie plot pasion. Financat do të jenë më të qëndrueshme se më parë, por kërkojnë ende kujdes. Lezetshëm. Hapa të tjerë në marrëdhënien tuaj do të hezitojnë. Po. Nuk do martohen dot, nuk do fejohen dot, do i mbajnë gjërat pezull, deshurit sot. Deshurit. Po beqarët si do t'ishin? Beqarët thanë nuk nisë një histori dashurie plot pasion. Mundet. Mund, pa patjetër një. Varet. Si Po dihet? gjasat janë. Po. Financat nuk janë keq, po mund t'jenë dhe më mirë. Por me kujdes çfarë shpenzoni. Dashi është okej.
Mbare mirë qoftë. Shkojmë të demi. Eci. O, zot. Dielli do ndikoj pozitivisht. Dielli do ndikoj pozitivisht në marrëdhënien tuaj dhe do ndihmoj të afroheni më shumë me partnerin. Do dini të shprehni hapur ndjenjat, beqarët do përjetojnë aventura të këndshme, por afat shkurtra. Financat do mbeten të qëndrueshme, fal aftësisë suaj për të menaxhuar të ardhurat. Okej, financat janë okej, Janë të beqarët aftë për të menaxhuar lekët. do të jenë okej. Çiftet do pas kanë fat për shkak të diellit, po kur të bjerë shi, çfarë do ndodh me demrat? Problem? E dielli po aty është, po. Po po nuk ngro. E kemi thënë këtë. E qartë, po. Si thot aty? Ha, si thot. Dielli do ndikojë pozitivisht në marrëdhënien tuaj dhe do e thë dielli si planet, jo dielli si Po si planet, si yll, po. Mirë që e korrigjove. Po, dielli ndikon pozitivisht. Përgjithsisht tek njerëzit. Po, bëjmë më të Kështu ngrohtë. që Por edhe shiu nuk astrologjistë ndikon për faktuar. keq përgjithsisht. E disa njerëz jo, po. Të bën më të afrueshëm, më romantik. Po nuk thot horoskopi shiu do ndikoj. Po, mbase i thot të binjakëve. Po i diet, po. Shikojmë çfarë thotë binjakët. Do të kaloni një ditë të bukur me partnerin dhe do të ndiheni me fat që e keni pranë. Ai do ju jap ngrohtësi dhe përkushtim. Beqarët do jenë të pasigurt dhe do ngurojnë të pranojnë ftesa romantike. Financat do të përmirësohen fal këmbguljes dhe përpjekjeve tuaja. Çfarë këmbgulje do kanë binjakët për financat? Çfarë do të thotë kjo? Si mund këmbgulen? Do të jenë insistues, pra do të jenë Si pra? me zor. O, du lek. Du lek për të kërku lek leket apo o për plasa. kursyr, insistues në Ose kursyr. do i thënë shefave, rrogën, Rrogën. data. E dera. Ose mund Mirë. të jenë, po nuk e di. Këmbgulës binjakët. Po. Mirë, e rëndësishme që të jenë stabil. E çuditshme se ku vjen punët e financat janë këmbgulës, ku vjen punët e beqarët janë të pasigurt. E janë fokusuar te leku pra, nuk janë Janë fokusuar të te ana pasigurt në romantike. dashuri. Po, është shumë interesant. Interesant. Pra mund të themi që binjakët janë persona me besim vetvete apo? Po, patjetër që po. Okej. Janë shumë të sigurt me vete. Kanë vetbesim. Po, na herë kanë edhe pasigurire, kur jam beqar. Flasim, e rëndësishme është leku. Dashuria vjen në ikën, apo Filloi ndryshon kjo shpreha. Nëse s'pa e nis. Nga fotja. Ta prezantoj edhe unë herë si Romina. Ha. Horoskopin. A mos e? Si e prezanton Romi? Ja për mi. Yjet do t'jenë shumë të favorshme për jetën tuaj. Këmbgulja e tepruar mund të shkaktoj debate. Mund të jetë më mirë të qëndroni pak, nuk di tani. Kalove si tiri. Mund të jetë më mirë të qëndroni pak kohë larg për të reflektuar. Beqarët do të riqen nga persona që nuk vlejnë, ndaj tregoni kujdes. Në financa, shmangni çdo rrezik dhe menaxhoni me kujdes. Sa me vlerë kjo këshilla, shmangni çdo rrezik nga financat, sepse kisha qenë në mëngjes që shikoja vetëm foto veshjes dhe ja tregoja krisës dhe tjerë. Dhe thoya, më e bukur kjo, 90, 100 euro. Dhe horoskopi e dëgjoj. Po do të shmangi, Kujdes, qi. shmangi. Po me të Fike thënë se telefonin. në horoskopin na dëgjon gjithkohës, nëse s'ka mundësi. Ju do t'jenë favorshme për jetën qi, kështu që Ha, një herë, çfarë thuhet për por këmbgulja e tepruar mund të shkaktoj edhe debate. Si, Kjo është tipike e jona, që atë pa debate nuk shtyhet. me thënë drejt, edhe Nuk ka këmbgulja shans. është tipike juaja, me thënë drejt. Jemi kokfort nga natyra negaforet, po. Jeni. O do dale jona, o s'ka. O bëhet, o bëhet. O bëhet, o bëhet. Kalojmë tek Luani. Çfarë thuhet për Luanin? Dielli do ndriçojë marrëdhënien tuaj sot, edhe për Luanët. Do përgatisni surpriza për njëri tjetrin dhe lidhja do përmirësohet ndjeshëm. Beqarët mund të hynë në një lidhje të nxituar që do i zhgënjej fatkeqësisht. Financat do jenë të paqëndrueshme, shmangni investimet e rrezikshme. Pa nuk është koha për investime për luanët. Jo, thjesht investimet e rrezikshme, pra investimet të mëdha përgjithsisht. Të blejnë një lloj Investime aksioni, rrezik, po okay, pra. Apartament. Mirë është i shmangin. Në kohët e sot me investime rrezikshëm ka ardhur edhe blerja e kudion. aksioneve Makine. mendoj unë. Unë flas gjithmonë për biznesmenët, nuk e di pse. Investime Pak të rrezikshme mendoj unë.
Edhe të blesh, të shkosh në market marrësh për gjithë muaj, no? Jo, të marrësh për gjithë muaj. Për gjithë muaj. Jo, s'është investime rrezikshëm, ajo është investime domosdoshëm. Ajo si domosdoshëm. Rrezikshëm është në kohë që kanë ardhur. Ajo është ideja. Tani po te kalove masën mbase po nëse ti ke një buxhet muajor për gjërat e shtëpisë është okay. E qartë pra, po është okay, ai thotë shmangin ideja. Ore unë investimet e rrezikshme i marr kryesisht tek biznesmenët, pra që blejnë prona, blejnë gjëra. Okej, po dhe ti si individ që nuk je biznesmen, ke investime, mund të bësh investime të rrezikshme. I kemi investime në bazë të pagës tonë, të ardhrave tona. Rrezik quhet. Po për ne është rrezik. Blerja një baterie për shkak. Për Elon Musk është rrezik të investojë. Për Elon Musk është rrezik të investojë $500 bilion, kupton? Për ne, një 5 vjeçë. Është kështu shkon kjo punë. Ja, se njerëzit mendojnë që ne te ekranit jemi kështu të mbytur në para. Çe pyet. Mos t'ja heqim të iluzion, t'i lëmë të mendojnë kështu. Ja, kështu kam menduar. Po thoya unë para të vija këtu, do marrim makinën e krizës nga servisi dhe çoj time. Zoti ma. Që ne na la bateria dje. Mos të themi të gjitha se kë kemi pas Luani? Peshorja, ku jemi? Peshorja? Peshorja? Sigurt? Vizhëresha, po shumë sigurt. Ai, pastaj Peshorja. Mos nisni aventura të reja nëse jeni në çift. Do t'ishte gabim të rrezikonit një marrëdhënie të ndërtuar me kujdes. Beqarët nuk do t'jenë në humor për njohje të reja. Financat mund të ndërlikohen për shkak të gabimeve të bëra kohët e fundit. Ruani kontrollin mbi shpenzimet. Okej, nice. Mos nisni aventura të reja nëse jeni në çift. Interesante, pse Vizhëresha kishte ndërmend, Vizhëreshat e lidhura kishin ndërmend për aventura. Ku po shkon kjo po? Ai zoti ma. Më mirë do dhe Vizhëresha aventura, adrenalin. Mund të jetë edhe për meshkuj, jo detyrimisht edhe për femra. Po mirë më. Ne kur flasim Vizhëresha ai përfshim dy agjinit. Po, e qartë, po. Atë bëja sqaroj njerëzve. Po, do ishte gabim në tre, normal që ishte gabim, se ç'ke nevojë as fare ta thush. Beqarët do t'jenë në humor, më okej, domethënë kjo ruan e kontrollin mbi shpenzimet, më duket sigurisht që kanë për gjitha shenjat, sot kështu. Po mirë mos sa është data, më s'ka ardhur ende mesi muajit, më direkt. Më bësh keq më Rumin, është keq situata. Direkt, kujdes, nuk thot një ditë pak në fillim muajit thot jepini, shpenzoni. Po. Po. Kanë ardhur kohë vështira. Hajde, Peshorja. Çka ka Peshorja për sot? Dita mund të jetë turbult për çiftet. Do kërkoni të impononi mendimin tuaj dhe kjo mund të shkaktojë tensione. Beqarët mund të nisin një lidhje të brisht që me kohën do të bëhet më emocionuese. Financat do të jenë qëndrueshme dhe pa vështirësi. Okej, Peshorja. Peshorja që ka mirë, Peshorja është mirë nga financat. Po shikon, mirë nga financat, turbult në dashuri. Nuk janë asnjëherë të dyja mbarë në të njëjtin horoskop. I bën sens pra, kush ka fat në lotari tha ai, thjesht. Shiko, nuk janë keq. Në jetën çift faktën thotë mos jeni aq imponues. Ndërkohë që te beqarët thotë do krijoni një lidhje të brisht. Më pas do të kthehet në diçka më emocionuese. Më mirë pak. Që nuk është keq. Pas ka ngjetur deri ku dashurinë. Peshorët nuk janë keq, ditë e mirë për Peshorën. Asim ato të tjerë që ishin keq. Shumë kjo, do keni një lidhje të brisht. Po. Çfarë do të thotë? Lidhje kështu si. Ma interpreto pak. Lidhje të brisht, unë e shoh si një lidhje delikate, e cila mund të thyet nga momenti në moment. Një lidhje që pra, në fillimet e saj ka pak të vështira. Po, edhe më pas, bëhet më emocionuese, dhe kur bëhet më emocionuese, sikur forcohet pak, kupton. Kështu e shikoj jo. Interesante është. Ja, është të shojmë dhe ne. E më mirë. Akrepi. Lojmë se ka akrepi. Hajde, mërë akrepi, shala. Letzoja, Kris. Shikojmë, pas një periudhe të vështirë, sot do rigjeni harmoni në çift. Komunikimi dhe mirëkuptimi do sjellin ngrohtësi. Beqarët do përjetojnë surpriza të këndshme dhe emocione të forta. Në planin financiar, mos ndërmerrni rreziqe edhe nëse situata duket e mirë. Do besta, pasi nuk dole herë mirë më. Edhe për ty. Më ke harmoni në çift. Po mirë harmoni në çift. Me kena pas, më kena pas në harmoni në çift. Po posta tha horoskopi, nuk e ke. Mirë kemi qenë mirë. E di ku është e gjitha që të lekët tani si çu tha për Luanët, apo jo? Tha tani edhe për akrepin. Mos ndërmerrni rreziqe. Po. Kisha ndërmend ti? Kush është ndërmarr rreziqe më se. Rreziko më i madh është makina këtë muaj.
Okej, thashë quhet investimi rrezikshëm edhe makina, bateria Është interes të që mos do, shumë se s'kem të shpe. Po... Punë. Mendime vullnetare. Po, jo, me qera fjalla, kush ka makinë okazion për shqit, ne kontaktoni se... I duhet. Po, Mirë, duhet me ecim. shqit. Shpejt tek shigjetari. Sagitarius. Shojmë që ka shigjetari. Sot mund të keni vështirësi në komunikim me partnerin. Do të ketë keq kuptime dhe ndoshta distancë për disa ditë. Beqarët do të ndihen mirë vetëm dhe nuk do të kërkojnë lidhje të reja. Financat varen nga sjellja juaj. Shpenzimet e tepërta do sjellin probleme, jo më jo. Patjetër. Që është ky paralajmërim kështu. Me thënë të drejtën për i pjesë të madhe të shenjave, kush bë ka investime të rrezikshme, Të paktën jo, dalë nga shtëpia. Ta fëmoja modhe të le pa gjatë. Po. Kujdes keq kuptimet në të shift, sepse pas keni distancë përpara. Ai ajo do t'ju kërkoj pauzë. Kështu keni kujdes. Mos e thoni sot të paktën, t'i shmangni këto konfliktet, keq kuptimet. Mos flisni fare sot, bëni pushim. Kërkesa pauzës nuk i di çfarë bëhet fjalë. E më thjesht mundoni të zbusni situata, mos... Po, urtë e bush. Me qetësi, me dashuri, thuaj dikur. Ku ka qetësi e dashuri sot mi më? Mirë, ecim. Bëj unë në herë kështu si. We were on a Su break. jam i njëri, aq i ligë. Brit sjapi. Një herë. Të ndiheni të pasigurt dhe mund të lindin debate me partnerin. Shiko. Asnjëri nuk do të bëj hapin e parë për pajtim. Normal që të dy. Beqarët mund të njohin një person interesant në një ambient të pazakont. Në financa, shpenzimet e tepërta do përkeqësojnë gjendje, ndaj tregoni kujdes. Po. Ta shpenzime së tepërta se ajo makina në nxiu. Deri më tani më duket Vigjoresha ka qenë mirë financa apo Peshorja, cila ishte? Vigjoresha më duk mirë. Më duket vetëm Kështu e mban më kujdesa jona. Ka shumë se jemi kujdes për makinat si më kujdesas për veten tonë. Gyroskopi si kur e din, që ne jemi gjithë shqiptarë. Pasigurt me partnerin, ha? Debate. Asnjëri nuk do të ul kokë për t'u pajtuar. E si do të pajtohen ta dy kur asnjëri nuk het hapin e parë? Ma ja se ul kokën po. Varet nga partnerët që kanë pastaj. Po, varet çfarë shenjë i kanë. Një përqap dhe një luan për shembull, të ishte problem për mendimin tim. Që ne unë që për flasë shumë topës të thafë. Larkë qofë. Unë s'besoj më të horoskopit, që na keni po më burë. Prit, është vetëm muaj i parë. Qa kemi thënë ditën e parë, Romina, që dhe jetë komplet e kundër të asaj që ti me ndonë. Jemi në rrugën e duhur. Jemi në masë. Unë besoj në shkencë. Po. Unë besoj edhe pak në horoskop. astronomi, jo në astrologji. Mirë, do e shohë. Ujori. Ujori. Se nga para fundit. I kam su dhe rrallën, pale. Sot do jetoni momente të bukura dhe të mbushura me dashuri. Partneri do ju përkushtohet plotësisht. Edhe beqarët mund të goditen nga shigjeta e Kupidit dhe të nisni një histori të re dashurie. Financat do të jenë të qëndrueshme dhe mund të realizoni disa investime të vogla. U vullos, ujori është shenja më e mirë për ditën e sotme. Me Kupid po, me investime të mira po. Qa doni më? Të gjitha i pas ka ujori sot. Financisht, ku të transmetohet në YouTube, ujori shenja më me fatë e kësaj dite, kaq. Seriozisht, ujori, dhe më thonë edhe për Mos lodhe shenjat e tjerë. edhe për çiftet mirë, edhe për beqarët mirë, edhe për personat që nuk kanë as i lidhje me këto të dyja, financat i kanë të mirë. Ndërkohë nesër horoskopi ujorit grop se i ka shpenzuar gjitha Po të themi ne të tjerët, ne ishim grop, shikta, dashuri po, beqari po, financë po. Të gjitha shumë mirë i kanë. Mundësisht, edhe fjalia është e bukur, edhe beqarët mund të goditen nga shigjeta Kupidi dhe të nisi histori re dashurie. Kuptoni domethënë? Ka ardhur koha dhe për ujorin, më në fund. Ka koha për ujorin që ta. Kupidi. Peshit, Hajde. grepin. Peshku. Do të kaloni momente të ngrohta me partnerin, edhe pse pasioni nuk do të jetë shumë i fortë. Beqarët do të kenë vetëm aventura të përkohshme që nuk do të plotësojnë pritshmëritë e tyre. Në financa, mos veproni me impuls, mendoni edhe për të ardhme. Shenja më e keqe, mund themi. Jam, Jo mëre, jo, kishte edhe më keq. mirë ka. Po jo më çmirë, me partnerin nuk e për të pas pasion. Beqarët Do kenë momente të ngrohta paktën. Ë? Ose, shiko, ndoshta s'kan pasionin që kanë pas fillim të lidhjes kur kanë kaluar 20 vite. Po kanë momente të ngrohta, more, nuk do është jenë e ngrohtë. keqe. S'm duken gjë peshqit, S'm duken peshqit gjë kanë të- qenë më mirë.
Kanë qenë më, kam pas ditë më të bukura. Po sigurisht, e menë se... Mirë, atëherë dalim në përfundimin që ujori është shenja e ditës dhe peshqit se vendosi tjeri. Më pak të favorizuar. Ju peshqit mund të bëni më mirë, kështu e kanë edhe fajnë shkretit. Më pak të favorizuar. Mund të ndihmojmë planetet më shumë. Horoskopi besëditën e nesërme tregon pak më tolerant me shenjat, se jemi në fundjavë. Faleminderit. Mirë, Po na duhet. Edhe ne kemi kalu pak minutazhin, kështu që kalojmë publicitet. Edhe kthehemi më pas. Iki. Erdhëm. Çfarë po ndodhi? Sa sigla. Sigla në sigla. Kisa kujtet. Çfarë po ndodh më morë? Për telefonin. Syni mi syni. Ka për kështu si. Syni keq, një ditë makina, një ditë telefoni, një ditë këmba, ano tjetër. Një ditë makina. Ty shkoft, po, të stendit. Nesër hudhër me vete për gocën. Të marrë të shkopit. Ose nga ato nuskat me syrin e keq e në to. Nuskat, po. Asa jemi pas bajt në ato të vogla. Kem bajto? Me gjithë për kapse i vindim diku këtu, gjithmonë të Do i kanaterja. mbaja vetëm me një kusht. Ishe 24 karatëshe. Kotëshi, po në fakt bebeve të sotme, kërësisht javën, atë gjithë për në kapse kam të rriri. Jepën florin. Mirë. E gjithëm dhuratën e dinë. Mos i mami budeshi, mos i mat kapsyu. Maj hudhër, është më ekonomike Nuk të funksionon paktën. hudhra. Edhe nuk e Plus ma kupton eri njeri. erë. Nuk mban jo. Jo, Më ka ndodhur mua një situatë, më ka ndodhur mua një situatë me hudrën. Si gjithmonë, kur shkone për vizita, unë përgjithsisht shkoja me gjyshin, se më merte me vete kudo, edhe ma jeti gjithmonë hudrën. Dhe unë hudrën e kisha futur në xhepin e pantallonave më duket, po nuk është se ulesh dhe përthyet. Ra. Jo, hudra ishte shtypur. Edhe ndjeja që mbante ishte gjë me sikletshme, sepse... Që atërë s'ke mbajt më hudhër. Jo. Ose përpiqem t'i vë në vende që nuk shtypet. Ose futi kështu në një nusk, në një letër, Po mos thjesht mos e mbaj këtë xhepin brapa. Po mi unë di që ke nuk xhepi se vogël ku ta vendosja. Disa thonë që është mirë, disa thonë që nuk është mirë të mash hudhër. Ore, do t'i diskutojmë këto bestynin që kemi në Shqiptar. Duhet të... Po. Mirë, po fillimisht. Kemi faktin e Fakte të ditës. rëndësishme dite. Nuk diskutohet fare, ma. Thua nuk diskutohen fare, po të gjitha faktet ne i diskutojmë, dhe si janë fakte. Ja, nuk diskutohet që do kemi faktin e ditës. E di, more, e di. Një sondazh zbuloi se shumica e njerëzve nuk ndahen sepse s'kan më ndjenja, por sepse nuk duan të pranojnë që kanë gabuar në zgjedhjen e partnerit. Narcistat. Si ishte kjo më? Po, njerëzit nuk ndahen nga Nuk bën sens partneri. pjesa e parë me të dytën. Nuk ndahen sepse s'kan më ndjenja, por ndahen sepse nuk duan të pranojnë që kanë bërë zgjedhjen e gabuar. Po ti... I bien lapse thonë kë nuk është partneri i dur. S'është partneri i dur, ama ti e do ende. Nuk është çështje ndjenja. Se kanë dashkur, jo mendoj që se kanë dashkur përderisa nuk mendoj. ndahen sepse s'kan më ndjenja. Kanë ndjenja, pra. Jo, nuk kanë ndjenja. S'kan Po pas nuk kur, ndahen Amina. sepse s'kan më ndjenja. Po pra, e Që do të thotë vazhdojnë ke ndjenja. Jo, do të thotë nuk ndahen për çështje ndjenjash. Po. Sepse nuk kanë më ndjenja dhe nuk ndahen për çështje ndjenja. Se e kuptoj çfarë po thu. Po nuk do bënte sens Ashtu është fjalia, po pra. Po nuk do bënte sens, sikur nuk ndahen sepse kanë më ndjenja. Nuk ndahen për ndjenja. Nuk ndahen sepse s'kan më ndjenja. Por Pra, sondazhi titulli kështu ishte, kështu që nuk e... arsyeja nuk është ndjenja, ndjesit, por Po. është tip reflektimi në sensin që nuk kam gjetur partnerin e dur, mund t'jetë ndikimi i shoqërisë, mund t'jetë ndikimi i shumë gjërave të rrethanave të tjera. Ndahen se nuk kanë zgjedhur, kanë gabuar në Pa i zgjedhjen bie e partnerit, lapsit, s'kanë zgjedhur të plus që ka partneri që unë kam ndoruar, për shembull, mbase në bukurim, mbase në sjellje. Dhe është ajo shpreha, kur e more të pëlqeu? Po. Tani s'pëlqeu, ë? Kur e more pse të pëlqeu, fiks. Kështu që do të thotë që se kanë dashur kur, po thjesht mund të ketë qenë një ndjesi e momentit, pra diçka mund të ketë një lloj emocionit momentit, pastaj kanë kuptuar që s'është e vërtetë. Edhe ta mendoj që një pjesë e madhe e bëjnë, realisht. Ndikohen dhe nga njerëzit. Mendoj që është një pjesë e madhe ndikohen mbase që nga familja apo nga shoqëria që. Ai nuk bën për ty ose Po e çuditshme. Ti je më e bukur, ai është më e bukur. Fakti nxjerr në pa faktin që njerëzit nuk ndahen nga partneri vetëm sepse nuk duan të pranojnë që kanë bërë zgjedhjen e duhur. Po unë zakonisht më ndodh mes njerëzve që gjën e parë që i thon njëri tjetrit është shtesha në shmura tyje, unë gabova, ata e pranojnë më së miri që kanë bërë zgjedhje të gabuar. Edhe njerëz të tillë, patjetër, nuk Dhe shumica kështu janë. Ajo mund të jetë në bazë të
Sa janë menduar pastaj, edhe kur se mendojnë dhe. Janë që gjë. Ishe këshumë, qa ishe ti para meje, po unë të Varet sa janë bëra. menduar pastaj. Nuk e di, nuk besoj. Se ka diçka, kur e pranon që ke pozicionin gabuar, atëherë nuk s'ka kuptim më lidhje. Ja, më ti mund bësh, kesh bërë zgjidhje të gabuar, po ndonjëherë gjërat e gabuara, e kërës është se e molla e ndaluar që ty e ke kokën. Në gjërat e gabuara, jo. Të rast jo, me të Së ndrejtë. fare toksik. Po se është to fare, ke pra... Je shumë i shëndetshëm si Nuk djalë. është si akrep, Na thuaj, duhet më pa saktë. grinë. Si akrep, Ore, po pa tjetër shumë- toksiciteti dakord për në gjërat që duhet, po jo, tash të është... Edhe këtë shaka, të diskutim po e bënim djerë, Romina, në fakt, po i thoja Mhm. për pjesën e toksicitetit që se unë gjithmonë e ngacmoj me këtë punën e unazës. Bëra thojnë të dje, edhe po i thoja të pëlqejnë, po. Edhe the më Po edhe ngoni një unazë. unazë nuk do ishte keq, fillova unë të po e ngacmoja. Dhe thash, si janë fare toksike, gjithmonë dhe kur ja them jam them me Se shaka. është, po. Nuk ja imponoj gjën. Kështu Nuk që është toksike. Dhe qa thot në për do bëhemi ndonjëherë. Si kam thënë, po u bëra pastaj? Toksiko, jo, si o zemë. Ja, Romina se vjen natyrshëm për shumë. Romina nuk është se... Duke Qa sigur bëj? ka studiuar për... S'do isha Romina, nëse nuk do isha kështu, po. Dgjoj, ka njerëz që e pëlqejnë këtë gjë. Kryesisht partnerët, tek Të partnerët. lezetshme. E pëlqejnë që të jetë pak. binden kryesisht, po. Ashtë. Po, po. Okej. Dhe teksa lëm faktin e ditës, kalojmë tek scrolling, sigla. Hajde se... Prihemi mirë tash të hajde. Tu do vëmë atë këngën Eye of the Tiger, gjithmonë para se Të bëjmë pak stretching para. jemi gati, okej. Kujdes kur i jep zemrën. Këto shenja të zodiakut shtuken pa asnjë lloj paralajmërimi. Po. Luani. Luani ka nevojë të jetë në qendër të vëmendjes. Ai do të dërgojë ndonjë mesazh apo foto, do pëlqej postimet e tua në rrjetet sociale vetëm për të ndjerë se është ende i dëshiruar. Pasi e merr këtë ndjesin, largohet. Pse do bën drejt ghost? mua më duken njerëz stabil në përgjithësi? Janë egoista. Po, janë Mendojnë vetëm për veten e tyre. Unë jam këtu në middle, që në gjojtë ty që thu janë stabil, ti thu egoista. Njohim luenër të ndryshëm. Po, edhe bën sens që horoskopis Po jo S'ka më janë lidhje karakteristika të Bën ndryshme. sens sepse ka lidhje ascendenti. po. Varet, qa Shikon, luenër. Tjetra, në shenja e rast se, dytë. po, flasim ascendent, ndryshon ma bet. Shenja e dytë, peshorja. Është e bukur dhe tërheqëse, por shpesh i përdor marrëdhëniet për të konfirmuar vlerën e vet. Të do derisa sigurohet që e do dhe pastaj zhduket për gjithmonë. Interesant, beshorët, më pëlqekan. Ej, Dashi. soti, ma. Ka një ego të zjarrt, ai dëshiron të ndihet i veçantë dhe i parezistueshëm. Kur e kupton që e adhuron, luan me ndjenjat e tua vetëm për të mbushur boshllëqet që ka. Dashi. Player. Interesante. Po pse more jeni kështu more? Po pse më i lëndoni të tjerët që ju i falin dashuri? Doni vetëm të merrni, nuk jepni. Nuk e bëjnë nga e keqa, këton e bëjnë për veten e tyre, për të marrë kënaqësi. Po pse nuk e japësh keqe? tjetrit Për shembull, dashurinë që të jep? për këto shenja që kanë ego kaq larg, ta thonë për ne është fat, më ata të tjerë duhet ta kenë fat që na kanë ne në jetën e tyre, kupton? Kanë këtë. E bela. Po të tjerë. E bela. Do na shoqëroj sot gjithë Shiko, ditën. këte lloj toksicitet. Toksicitetin të rast vjen si pasojë për ta bërë marrëdhënie sa më Ingranuar. Aty është e bukur apo? të zjarrt. Zjarrt pra. Prandaj, Të ketë pak tension, të ketë pak dramë. Po marrëdhënia s'do të ketë nevojë për zjarr nga toksiciteti. Patjetër që ka nevojë. Po Se jo. është bëhet Ko, shumë në binare, njerë ato pastaj bëhet sherët shumë shumë boring. sikur të ndezin pak tension dhe ti realisht ty fillon dhe kupton, do këtë njeri apo jo. Si ti më keje me mua Romina, më keje këto këtë rast. Me veten time. Mirë. E kam gjetë përgjigje, me veten time dhe veten mbyll time. dhe iki. Pa jo pse me atë. Kam ça them unë se unë po flisja për marrëdhënien, kështu që Duhet të thoshte jam me ty. pa nuk diskutohet. Po thash veten time që ta mbyll. Se na mërzit shumë sa. Jo, mi nuk e du të shi, toksik po më më dash. Toksik të dimi. Jo, ti në këtë rast të tregove manipulues. Në këtë rast të tregove manipulues. Ja, bëre kështu sikur mërzita që ajo të ndryshoj mendim. Jo, ti mendove se unë bëra që humorsita. Unë s'mendoj më kot, kam indicie për këtë. Se po shifja... Kalojmë tek lajmi tjetër se e çu një muhabet. Perceptimi është...
Okej, a mund të ndihmojnë sauna të lini duhanin? Ja, çfarë thot shkenca? Ideja se vizita në sauna për 3 ditë rresht mund të ndihmojnë të lini duhanin duke djersitur nikotinën është një mit popullor, por është vetëm pjesërisht e sakt. Edhe se sauna mund të ndihmojë trupin të djersitet dhe të nxjisë relaksimin, problemi kryesor me lënien e duhanit është menaxhimi i varësisë nga nikotina, jo thjesht largimi i nikotinës nga trupi. Nikotina largohet natyrshëm brenda disa ditëve pas ndalimit të duhanit pavarësisht saundës, siç dihet tashmë, duhen rreth 14 ditë për të hequr dorë nga një vesë. Por edhe për të si mund ta themi, për të varur nga diçka, për të krijuar varësi. Për të krijuar varësi nga një lloj vesi të ndryshëm. Çelësi për suksesin, sa ti duhen? 14, kurse jo, këtu 3 ditë mund të duhet. Nëse kemi lënë duhanin, bëjmë edhe saunën, deri diku sauna e nxit më shumë. Sepse djersitja lë të bën që nikotina të dalë nga trupi. Duhet çuar tiri. Plus sauna një ndihmon të ndjeni më mirë dhe fizikisht, emocionalisht gjatë periudhës së tërheqjes, pra lënies së duhanit, por nuk është se vlen për të gjithë. Kush e ka zgjedhur? Nuk vlen për të gjithë, sepse ka varet se sa i varur dhe mund të jesh. Ka persona për shembull që e lën brenda ditës duhanin, ka persona që përpiqen e lën 2 ditë, e nisin prapë, e lën një javë. Jo, është vërtet që është çështje menaxhimi. Dhe më pëlqen shumë njerëzit që kanë kontroll mbi veten e tyre, nisin lën gjëra kur duan ata, pra nuk bëhen të. Babi im e ka nisur duhanin që 13 vjeç, 14 vjeç, dhe ka arritur ta lërë afër moshës 35 vjeçare, thjesht brenda ditës e la. Nga një person që e pinte cigare rreth 2 paketa në ditë, vetëm sepse doktori tha duhet ta lërë sepse po të dëmton shëndetin, stomakun. Babi gjithë kufuxime dhe e la mikrocitje gishtash. Bravo. Edhe tani kur e pinte një herë për shef. Shiko, sa kur thot mjeku, se në të shfaj që gjë. Jo, se ke plot shqiptarë që nuk e lën dot. Mjeku, po t'jenë në gradë dhe fundit jetës nuk marrin ca vendime, sepse ashtu kanë fiksuar. Po, e rëndësishme është të menaxhojmë veten. Është varësi dhe varësit janë pak të vështira sepse trupi reagon ndryshe, është siç jam me sheqer. Kur lën nuk ka për shembull 2 ditë. Gjëra me sheqer, më fillon më dhem koka, ndihem ose edhe kur nuk kam marr kafen, dozën e kafeinës, sepse trupi është mësuar me atë gjë. Është vërtet. E qartë, unë kam kuptuar të vetja, për shembull që këtë lloj vërësirash, për shembull cigaren e kam më tepër të vesi, nuk më kërkon trupi nikotinë. Unë mund të rri pa cigare, 1, 2, 3, nuk është se... Bëhet si fort zakoni një herë. Fare, thjesht është çështje vesi. Ja, kjo është një ditë se më mirë që ti ta lësh. Po, unë kam lënë disa herë cigare. Mirë, kalojmë te një tjetër. Këto muhabet me veset nuk janë shumë të mira. Krijuesit e Barbie dhe Hot Wheels ishin bashkëshort. Ju e dini që Barbie dhe Hot Wheels, dy nga lodrat më ikonike në histori, u krijuan nga bashkëshortet Ruth dhe Elliot Handler, bashkëthemeluesit e kompanisë Mattel. Ruthi krijoi Barbie në vitin 1959, e frymëzuar nga interesi i vajzës së saj për të imagjinuar role të rriturish. Pavarësisht dyshimeve të para, Barbie u bë një sensacion global dhe ndryshoi botën e kukullave, mund të themi të gjithë jemi rritur me Barbie. Ndërsa Elliot zhvilloi Hot Wheels në vitin 1968, duke dizajnuar makina të vogla të shpejta dhe me ngjyra të ndezura, të bazuar tek makinat e vërteta muscle cars. Hot Wheels solli një revolucion në botën e lodrave me shpejtësinë dhe stilin e tyre. Ta mendosh që këta të dy kam pas Hot Wheels, kam qenë vogël. Vërtet? Si që keni pas ju dhe ju Barbie, kam Po, patjetër. Jo, është shumë e veçantë, sepse jam burrë e grua dhe Ruth ka qenë për vajzat. Unë Barbie në parë e ruaj sot e kësaj dita. Vërtet? Po. Është një nga kujtimet më të bukura. I qepja dhe rroba dhe ka. Ja, ku e ke krijuar. Edhe Elliot. Gëzohem si jeni. Edhe Elliot për çunat. Fiks fare. Po. Shumë mirë. Shumë interesante. Po ne du nga gjë me bët shërë. Ne, pra, si janë shumë boring këto. Çdo herë që kontrolloni natin tënd, truri yt forcon aftësinë për të qëndruar i qetë dhe i kujdesshëm njerëz. Studimet shkencore kanë treguar se sa herë ne qëndrojmë të qetë dhe reagojmë në vend që të reagojmë me inate, në fakt po rindortojmë trurin tonë. Pra nëse ka ndonjë situatë që ne jemi goxha të tensionuar, por përpiqemi të ruajmë qetësinë, forcojmë trurin. Po, bën sens. Përshtypjen që jemi stërvitur, është pak çështje moshe, është çështje profesionale ndonjëherë, është çështje karakteri, varet si je si njeri. Po vjen një pikë pas 30-tave, e ke parasysh thuaj kur je 20 vjeç ti thuaj vërtet gjëra, ti gjatë gjithë kohës në natë. Po, si e mush 30 pas 30-ave. I ekspresiv. Unë jam hapa para atyre. Dhe thonë që pas të 30-ave njeriu
krijon një lloj pjekje me vete dhe gjërat për cilat dikur bërtiste tani është okay. Unë për shembull, meqense jam në të 20-tat e mia, mund ta them, të ta konfirmoj që po, unë si njeri bërtas gjërat. Në sensin, reagoj gjithmonë, nëse mbaj për brenda, fytyra ime e tregon që kam diçka dhe nuk më lën njerëzit e rehat. Duam patjetër ta them. Dhe kur unë e them pastaj në mënyrë agresive, më thon pse reagon kështu, sepse kur nuk dua ta them, nuk dua ta them. Kështu që po, ka të bëj shumë fakti që her pas here nuk duhet të jetë gjithmonë, mendoj unë. Ka ca momente që realisht duhet të reagosh, sepse kur truri yt akumulon shumë, ndikon në situata të tjera. Po ti je shef, domethënë perceptimi që ti ke është ai 24 vjeçare, kupton? Po, me kalimin e viteve, po pra, hulur e fare, duke gjëra të parëndësishme, pastaj krijon një lloj menaxhimit vetes, kontrollon natin, përtypesh. Kemi qenë dhe ne diko zot na erdhi mosha, na erdhi dita me thënë, kemi qenë dhe ne si ju, po hajtë se do bësh dhe ti si ne një ti. Ndihem shumë e rritur tani. Kalojmë tek scrolling. Sërish, tek një tjetër lajm. Kafshët shtëpiake në Hong Kong tashmë kanë kartë identiteti. Është shumë gjë e lezetshme, interesante. Kjo nismë e re jep mundësinë qenve, maceve dhe kafshëve të tjera të regjistrohen me një kartë identiteti duke i lejuar atyre akses më të lehtë në shërbime dhe mundësi të tjera. Tani kafshët mund të kenë gjithashtu dokumentin e tyre personal. Me sa di unë qenë macet kanë pasaporta, kafshët që lëviz, apo jo? E kanë pasaport ka, po kjo mund shërbej për... Nuk është se janë ta pasaporta, janë thjesht... Mjeti dhe mjeti identifikimin. Po nuk është ama mjeti, është ti broshure kur ti e merr nga... Një brez regjistrimi. Si le shuar? themi, po, regjistrimi, po. Nuk është ta pasaport. Po e për gjë, po dhe mjeti... Jumbo UN. Jumbo UN? Ma qoku aty. Bukur. Sa cute. Sa ka avancuar bota, rrim në akoma. Është interesante dhe kam në akoma ata që kanë çuditemi pse kemi bërë kafshës shtëpiake pasaport. Imagjino, ndërkohë Hong Kongu me kartë identiteti për macet dhe qenë. Kalojmë tek një tjetër. Okej. Ecim. Çka motivi të drejtë kam. Okej. Pak kohë më parë, fancat ishin të shqetësuar për gjendjen e Beskallakut, ndërsa së fundmi ai tashmë është shfaqur shumë i lumtur duke kërcyer me motrën e tij Anën. Ne dim që pas ndarjes së Gjensilës, her pas here disa pamje të Besit, qoftë në koncertet e tij, kanë ngjallur pak disa dyshime, mund të themi, se si ai nuk dukej në gjendje në formën e tij më të mirë, duhet të themi. Kanë qenë disa video ku ai duke pak i trishtuar, pak i hutuar. Besi kam parë një për koncerte. Vërtet, se ke parë? Po, se kam parë trishtuar. Më është Duhet dukur e kemi bërë scrolling këtë në fillim të muajit. Është diskutuar fatikisht. E kemi diskutuar pak, por tani duket i rikuperuar. Po mund të jetë aktiv, po ka pasur për lidhjen e re, për partneren e re që kishte. Kemi folur për lidhjen që dyshohet, sepse nuk është konfirmuar gjë. Është nga miqtë afërt. Ukazës është pa gjë. Ajo vajza mund ta ketë sjellë sërish lumturinë këngëtarit, përse jo, nuk është personazh publik. Është një vajzë që i përket jetës normale. Shtu thuhet. Shtu thuhet. Mund të jetë befasuese kjo gjë. Por gjithmonë e kemi parë marrëdhënien e ngushtë që Besi ka me motrën e tij Anën. Dhe duken shumë të mirë. Po na bëhet qef. Ka qenë ditëlindja, më duket se ka qenë ditëlindja e Anës, mos ka bëj. Më duket se kjo festa, po. Kemi scrolling, kemi diçka tjetër më duket? Kemi diçka të fundit? Nuk e besoj. Kemi diçka të fundit? Më duket se jo. Kemi, po. Tani, Era Strefi po përflitet këngëtarja e njohur, po përflitet që mund të marrë pjesë në Eurovision. Mediat po shkruajnë se artistja mund të jetë pjesë e festivalit të këngës në radio televizionin shqiptar. Kështu thuhet, kanë dalë shumë zëra, në fakt. Ne dim që Era me këngën e saj Bonbon pati një hit ndërkombëtar, njihet shumë për atë këngë, njihet dhe jashtë sigurisht, por nuk e dim tani nëse ajo do marrë pjesë në festival. Ka dalë një listë emrash, ku në këtë listë ka dalë edhe emri dikujt që kemi këtu në studio. Por është fake, është fake news. Shiko, njerëzit duhet të kuptojnë diçka që Era i Strefin në Eurovision. Do më thënë, okej, patjetër, pse jo, mund do isha shumë okej në rast se Era do kishte një këngë të mirë, do interpretonte mirë, shkonte në Eurovision. Por ka faza gjëra, pra do kalosh një herë te festivali i këngës, të vlerësohesh një nga juria dhe nga publiku. Super Bowl, më vlerësua nga gjithë bota. Jo, pra jo, flasim kënga, jo artistja. Kënga dhe artistja, e në bashkë. Shkodra elektronike? Jo,
sepse... Shkodra elektronike nuk e njihni një pjesë e madhe shqiptarëve dhe prej këngës që patën bum, u njohën dhe më shumë, kështu që jo. Interpretime që ti bën live, se festivali është që, të përthon, ka këto kriteret e vetë. Ka goxha kriterë strikte. Në rrasë i ka, pa tjetër që po. Ti mendon se i ka? Unë mendoj që dyshoj, të përthon, pak të interpretimi live, me që atë mund në habis. Varet dhe nga nivelli këngës, si menaxhon artisti. Varet nga kënga, nuk diskutohet, po edhe era nuk është shquar në njerë si këngëtare. Shumë mirë live, kështu që... Po, festivali është një risk i madh për artistët që të performojnë shumë mirë. Duhet thënë, festivali përgjithsisht ka një tjetër emocion. Ndryshe nga Dafina, për shembull, ose ndryshe nga disa tjerë që këndojnë live. Shumë të ishte Dafina dhe ishte diçka tjetër. Se djetë kur? Po. I besoj mendimin e di që edhe Ylli ka shprehur dëshirën vitin që lan pas për të qenë pjesë e festivalit të këngës, kështu që nuk e diet. Po, mund të ketë disa surpriza. Me sa kam parë, po, do ketë goxha surpriza në festival këtë vit. Vetë interesant. Okej, kjo ishte scrolling për sot. Kalojmë te këngët e ditës. Kemi edhe një të fundit. Mos gaboj, ja ta shohim nëse e ka regjia. Kemi? Unë i dërgoj, po. Ka qenë në fakt reagimi i Orinda Hutës pas ngjarjes së trisht që ndodhi sa ditë më parë me vrasjen e gjykatësit, e cila deri diku ajo ka treguar edhe një realitet shqiptar dhe një realitet që ajo e ka përjetuar vetë. Ajo shprehur se është vetë pjesë e një procesi gjyqësor për 15 vite që nuk i jepet zgjidhje. Janë tokat e mamas time, në këto vite ka marrë shpesh kërcënime nga i jashtë të quajturi Daja. Ne dim që shkaku i vrasjes së gjyqtarit ishte seanca gjyqësore e pronave. Dhe deri diku Orinda ka treguar që kjo vrasje është një këmban alarmi, jo vetëm për ngjarjen, por edhe për reagimin e njerëzve, sepse e tham edhe edhe atë ditë në studio që komentet që kemi parë në rrjet, fakti se si njerëzit duar torkisnin vrasësin ishte për të ardhur keq. Dhe të njëjtën gjë ka treguar edhe Orinda, dhe më pas është shprehur se si ajo vetë është pjesë e këtij procesi gjyqësor, ku e ka problemin brenda në familje, pra edhe me Dajën, dhe prap nuk Faktikisht edhe mu më bë shumë përshtypje se si nuk mund të reagosh në atë formë, pra. Si njerëz do të kasin një veprim kafshëror, siç e ka shkruar edhe Orinda, është e tmerrshme. Që shqiptarët kanë probleme me pronat, kjo është e ditur, është e faktuar, gjithë të njohur. Që i ka ardhur majt hunës me sistemin e drejtësisë mbase, edhe mund të ketë ardhur majt hunës, por që duhet trokasin një vrasje një gjyqtari është e tmerrshme. Është realisht e tmerrshme. Kemi njohur pafund raste në Shqipëri që janë vrarë dhe brenda familjes pra vëllezërit, me vëllezërit, me prindrit. Për fat keq ka eskaluar situata dhe ka ndodhur këto gjëra. Po, duhet trokitet nga masa. Nuk t'je shpresoj sepse masa e vuan këtë gjë dhe e kuptoj pse reagojnë, por prap nuk justifikohet ajo gjë që bëhet. Pra, asgjë nuk e justifikon krimin dhe vrasjen. Asgjë nuk justifikon, por fakti që ata mendojnë ashtu do të thotë që të gjithë e mendojnë të shkojnë deri në pikën e fundit. Fakti që ata mendojnë ashtu, po, do të thotë që ato janë shumë zgënjur nga sistemi. Dhe mendojnë se vetëm kështu mund të jepet dhe mund të vije drejtësia, duke e marrë vetë ligjin në dorë. Që është shumë e gabuar, është e trisht pse jetojmë në këtë periudhë që po jetojmë. Por gjithsesi, ndryshojmë atmosferë, e bëjmë pak më allegro tek Gjej këngën. Sigla. Do thoni jo çka kam përgatitur unë sot. Po ç'ishte ajo dje vallë? Ç'ishim dje, vërtet. Në thuaj pak këngën e djeshme ti. Nuk e gjetëm dot. Ja ta gjem tani. Ka qenë një këngë e fundit. Nuk kam parë koment.
romantike. Se gjetëm. Okej, hajde. Faleminderit. Hajde, shumë që kemi sot. Po vllai. Hajde, shpejt, çfarë Këngën e kemi dim dhe sot? po se gjetëm do të pra, marrë nuk e 4-5 gjeta, nota te që po vendosë ti. Momenti. Hajde, më kënaqësi me këngë goca. Hajde, me sa nota? Një herë. I sekond sa s'vdel të shkollima kur krem të qenë. Okej. Blide vete, hajde forca. Rita Ora? Wish... Okay, wish that I let you love me. Let you love me. Let you love. Bravo, let you love me. Rita Ora, let you love me. Bravo. Kënga tjetër. Këtë i qanë. Tjetër, hë? Lady Gaga me Shallow? Shallow, yes. Shallow. Bradley Cooper. Bradley Cooper, yes. Sa shpejt e gjetet mi goca. Me 2 nota, sa nota kishtë? Këtë është Bërnami. Okej, e fundit tash. Kjo është për publikun. Po, nuk e gjejmë këtë. Gati. Sa e bukur është kjo kënga, është e huaj. Okej, se s'pe këndoj. Po nuk po ma vjen titulli. E mirë, bota si a bërë shumë Okej, e të letë. gjetëm. Duke se kam vesë qaketën e gjyshit, po nuk e di pse. Të shkon shumë. Të shkon. Faleminderit, Mirë, e mbyllim dhe këtu këtë pjesë të parë, kalojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare dhe rikthehemi sërish në studio. Shumë shpejt, faleminderit.